Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin më të ri të emisionit Një moto për foto. Mysafirja ime sonte është një modele e cila ka photoshooting apo shumë fotografi me fotografët më të njohur botënor. Bëhet fjalë për Vildane Zenelin dhe përshëndesim, faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Sigurisht puna e një modeles ka shumë punë dhe sigurisht ka foto pa kufi. Qa do me thonë fotografia për juve dhe a keni shumë foto në përgjithësi? Fotografia ka shumë domethënie, sepse është i vetmi sen që rinë si memori. Këtë sen e tjera i harën fotot, nëse kjetë mesin aty si memorje. Kam shumë fotografi, gjysë nuk e di as ku i kam. Dhe si do qoftë gjysa janë veç për qef, tjerat janë foto profesionale. Në që se fotoja jote profesionale, ndoshta keni hasur në atë edhe të kesh përdorët në njëherë? Ju vjen mërzi, si të emi? Po, ka shumë raste që janë kesh përdor fotot e mija, ose i kanë vjedhë të me thonë prej ndonjë website, ose gjithmonë prej faqës të Facebookut. Ati është problemi, është shumë problemi i madhe dhe mi pranu njerëz në Facebook se zakonisht i marrin fotot edhe i keq përdorin edhe e shkruajnë që atë kanë qef, nuk të pysin, po që me bo, masi jemi në qëtë biznes, s'kemi që mi jo bo. Duhet paka shumë u përballë me këto probleme, edhe pse ndoshta atje në Amerikë nuk hasnin kësi probleme, apo jo, Vildane? Jo, zakonisht me Amerikanë nuk kam qatë shumë probleme me foto. Me shqiptar ma po. Okej. Fatkeqësisht ne nuk do të kemi rastin me të pa si fëmijë, nuk keni foto, nuk kemi mujtë me siguru pasi që i keni gjitha në Amerikë edhe nuk keni mujtë me i marë. Megjithatë ne do të shohim punën tënde që bën atje edhe shumë foto të mira, ma të mira se ato të minis ndoshta, apo jo. Okej, lusim regjin të apim fotografinë e parë. Do thotë këtu jeni shumë e re. Apo, Vildane, paka shumë a mund të përshkruni këtë punën me fotografin. Unë e përmenda edhe pak më herët fillim të emisionit që punani me fotografët ndër më të njohurit në botë. Edhe si është eksperienca, si punani me ta, faktikisht edhe pak fillimin, si keni rënë kontakt me ta. Kjo foto, është shumë foto e mirë dhe më pëlqen shumë. Është behind the scenes me fotografin, ndër fotografin më të njoftën në botë. Kjo ka emrin Peter Beard, është shumë i vjetër. Dhe këtu në fakt jam fotografu të shtëpia e tina në Montauk. Edhe ka 5 vjetë, ndoshta se 6 vjetë që e kom bërë këtë foto, nuk jam e sigurt. Ka qenë diçka, do me thonë, A keni mësut prej ti shumë sana që ndoshta duhet i ketë një modele? Tepër nga që ki fotograf. Ka qenë shumë privilegj i madh për mu fotografu me Peter Beard, se ky fotografon vetëm modelet që janë super modele. Edhe i ka pëlqy, do me thonë, luku im, se ky i donë shumë femna që janë zëshkane, ama shumë i pëlqejnë arabet edhe vajzat nga India, e ju kom dok pak si të dia të përzime. Jo, më ka njoftu një miki imi me këtë fotograf, edhe masi që e kam njoftu, në njoft që 8 vjetë, më ka të fotografu gjithmonë, edhe ka bo shumë portrete me fotot e mija, dhe ky në fakt ka hap shumë dyrë për mu, se kur e kanë pa që jam fotografu me Peter Beard, dhe kanë konsideru si diçka tepër të madhe, edhe fotograf tjerë me njëherë më kanë kontaktu mu fotografu. So ka do me thënje shumë të madhe kjo foto. I ruani këto fotografi? Po. Sigurisht fotot profesionale që ka bërë? Po, i ruaj këto fotografi edhe tash ky jeton në Francë, në Cassis, kam vizitus disa herë, unë jam fotografu prapë me ta. Po kjo foto më pëlqen shumë se diqysh të gjithë ta kanë zonë të është në moment. Tu bogati për photoshoot, po. Okej, vazhdoj me foton tjetër. Si e komentoni këtë foto? Po shihet që është një katalog, më duket, a? Është, në fakt, është ad campaign për Jennifer Lopez.
për firmën e saj në atë clothing line J.Lo. Edhe këtu kam fillu, kjo ka qenë pak ma herët, se për J.Lo kam qenë model që 7 vjetë, edhe kam punu për të për 5 vjetë, për sigurisht shumë foto tjera shkus mund t'i shohin edhe në web faqe? Po, edhe kjo ka qenë edhe në web faqe, edhe kush ka bo shopping, do me thunën, me kartel në internet, kur i kanë ardhë, do me thonë, robat në shpe, e kanë po këto, ka qenë si kopertinë mrenda, kjo foto. Si ka qenë eksperienca që të punosh për një linjë si J.Lo? Ka qenë shumë eksperiencë e mirë, se kam qenë pak ma e re, edhe kjo në fakt këtu e pata fitu një kontest, ka qenë 100 vajza kanë marrë pjesë, edhe kontesti ka qenë që njëna prej aty në vajza me fitu, po gjitha gati kanë qenë latine. Une kam qenë vetëmja femën që s'kam qenë latine. Edhe e duke nështë si latine, apo? Po, Jennifer Lopez ka menu deri në momentin e fundit që unë jam e Venezuelës, edhe më kanë zgjedhë si imazhi i J.Lo-s, edhe nuk e kanë ditë as pak që unë jam prej Kosovës, nuk jam latine. Edhe pse Jennifer Lopez si një latine vërtet ka shku mas aty në vajzave latine që të ketë në modele. Ka desh me marrë dikon që e ka similar look si ta sajna, you know, edhe pse unë s'duk në as pak si Jennifer Lopez, po. Paka shumë të kenat Latin. Fizikisht, po, latine. Po. Okej, vazhdoj me foton tjetër. Sigurisht të ndonjë sfilat, në Amerika që mund tjetë që ndoshta nuk i kujtohet pasi që shumë sfilatat ndryshme. Duket se ka qenë për një dizajnire, ka emrin Hilary Flowers, edhe pse s'pun kujtohet definitivisht nëse është kjo. Ka qenë shumë rast, ka qenë shumë sfilate e mirë, të me tonë dhe interesant. Ma shumë djeni ma rahat në photoshooting, do të thotë për fotografi, të fotografoni, apo edhe të keni të esnin pasarela e të sfiloni? Në fakt, photoshoot, me qëse e di punën shumë mirë, jam shumë e lirë dhe e ndi vetën mirë, kurse edhe sfilat, për nuk bëj edhe aqë shumë sfilata, se nuk jam high fashion model, po nga njëherë bëj sfilata, është mirë, po nuk e pëlqej edhe aqë shumë. Së më lenë edhe aqë shumë për shtypje. është pak atë ma si me zarë. Kurse foto është shumë a letë. Në ndi vetër ma mirë, i di gjitha vijat e trupit, të ftyrës, e di prapë se çka duhet për fotografi. Jo që nuk di çka duhet për një sfilat, po thjesht më pëlqen ma shumë fotografia se sa sfilatat. Okej, foton tjetër. Kjo është fotografia vetme që e kemi marrë për sfilat. Sigurisht si modele, keni rastin që të shkoni në shumë vende për të bërë fotografi edhe... Po, këtu kam qenë... Kjo foto nuk është foto profesionale, po kam qenë këtu para një vit e gjys, kam qenë në Dubai dhe kam bërë një photoshoot si Arabic Princess, si princesh arabe. Dhe mas njena kom bë pak qef edhe i kom bë qëto foto. Si ka qenë ajo përvoja që të punosh atje? Faktikisht në këtë fotografi, si arabe? Ka qenë shumë interesant edhe pse është një sen shumë interesant, se shumë veta mendojnë që une jam pikrisht e qasaj arabe ose italiane, ose edhe është shumë sani mirë për mu, sidomos se unë kam lind, edhe pse unë tani jetoj që 12 vjetë në Amerikë, po unë jam lind në Prishtinë, jam rritë në Kosovë, edhe është shumë interesant që tash adin mirëna me popuj të ndryshëm, edhe muna me fit me gjdo popull, po tjetë arab, ose italian, ose... Mund është me bashkëpunu me ta edhe me kuptu nështë edhe mentalitetin e shumë njëtë. Me kuptu mentalitet se si janë ata dhe gjdo njani menoj që edhe unë jam e qati vendit.
Edhe pse zakonisht shqiptarët e Kosovës i përngjajnë pak a shumë Po. këtyre vendeve, vajzave të këtyre vendeve. Okej, vazhdojmë me foton tjetër, shohim se cila do të jetë. Është vazhdimsi kjo? Pak a shumë Këtu ka qenë vetëm për qef, këtu jam me motrën. sa keni kohë që ti kushtoni pak vetës për qef, pushime, edhe me kënd i kaloni ato, zakonisht? Zakonisht pushimet i kaloj me motrën, si që përsheni edhe këtu në Bahamas. Bahamas nuk është shumë larg prej New Yorkut edhe është gjithmonë në nxehtë, është vetëm 2 orë e gjys larg. Nuk është që nuk kam shumë kohë, po zakonisht kam qef ma shumë veç me punu, edhe kur punoj, shkoj në për vendet bukura, kështu se s'ndi Mungesën e pushimit, sepse gjithmonë shkoj në një vend bukur dhe e ndi vetën si kur pushim. E du shumë punën time, sa që qaja është për mu, knasia me e madhe për mu. Okej, ju e përmendë edhe pak më herët që duhet me punu shumë, edhe punoni shumë. E sa duhet punoj një modele që t'jetë vërtet një modele e suksesshme? Të jetosh në Amerikë edhe t'jesh një modele e suksesshme, duhesh me punu tepër. Zgjat me shumë vite derisa ti arrin më bot tamam modele e vërtet, modele e suksesshme. Unë kam punu, jam mundu shumë prej si kam pas 13 vjetë, kam ba do me thonë kataloga, kam punu këtu, kam punu aty, jam marrë me tulli farë njerës, desa kam arrit ai kulminacioni që punoj vetëm me njerëz profesional dhe tash edhe ja di vleftën vetë edhe di kanë me zgjedh, kanë me punu. Duhet shumë me mu mundu. Zakonisht ato që mundohen mas shumëti, ato fitojnë se dhe shofin ata se kush e dën qatë punë mas shumëti. Nuk është sa je gjatë, apo sa je bukur, apo s'ka kur gjë të bëj me modelizëm, gjatësia ose bukuria. Ti nëse dën suksesi ka me dikën që e dën qatë shumë qatë punë dhe jep rëndësi dhe vleft. Edhe mandina njerëz tjerë shofin se sa jetu i dhonë të rëndësi dhe e marrin parasysh. Ka shumë modele që janë të bukura ose të gjata dhe kur kush nuk i merr parasysh se s'kan kohë më mirë me to, se Amerika është e madhe. Edhe ka shumë modele ose shumë vajza që e dojnë njëjtën punë si korone. Tash është big competition. Big competition. Foton tjetër? Pra, këto është ai koleksioni i pushimit. Kjo foto është shumë funny. Së duket tamam se po e prek piramiden. Këtu... Ke pas rastin të bësh fotografi profesionale piramida? Jo, s'kam pas. Fatkeqësisht, jo. Këtu kam shku veç për qef. Kam najt 2 javë, veç vetë kam shkua. Veç vetë? Veç vetë kam shku. Edhe më ka pëlqyer qaq shumë që unë zakonisht kur nuk ri dikon kaq shumë 2 javë. Këtu jam knaq, shumë më ka pëlqyer, shumë e kom desht Egjiptin, edhe ka qenë eksperiencë tepër e mirë për mu, fizikisht edhe mentalisht. Se jam qetësu, kum pas ku me menu shumë edhe... Mi qitë në vend shumë punë, ndoshta që nuk ke ditë çka me bo, apo? Qashtu. Okej, foton tjetër. Lusim Regjin që t'jap një foto tjetër, edhe sigurisht... Këtu është në Abu Dhabi, pa ta bo modeling për një dizajnere arabe, që janë tamam kështu robat që i veshin vetëm femnat arabe, atje në Dubai edhe në Abu Dhabi. Edhe është hera pa që kom nuk kontekst si me gjyrë tjetër. Thjerza. Edhe? Po duke shket ndryshe me thjerza, po m'duket mu. Po, shumë ndryshe. Vazhdoj me foton tjetër. Edhe tash m'duket do t'i kyqemi pak më shumë edhe punës që ti e bën, edhe kjo është vazhdim. Edhe kjo është vazhdim, ka qenë në njëjtën kohë, kur kam shku në Abu Dhabi me bashkëpunu me dizajnerën arabe, edhe
kam nejtë te Emirates Palace, është shumë hoteli i bukur. Edhe tash t'jo tregoj edhe gjithë pata. Okej, patën tjetër. E tash do të kyqemi pak më intensivisht në fotot që ju punoni edhe i bëni bashkëpunimet më saktësisht. Në këtë foto nuk duket shumë edhe bukuria jote, mirë po sigurisht kamera pa vetës diçka që ti mundesh me... Po, këtu e tregon bashkëpunimin tem me fotografin shumë njohur, ka emrin Rafael Mazzucco, është fotografi Sports Illustrated edhe Victoria's Secret. Me këtë fotograf më kanë njoftu ai fotografi tjetër që fola pak më herët, Pire Beard, edhe presi kam fillu me punu me këtë fotograf që ka 6 vite. Mund të them se jeta em ka ndryshu totalisht 360 shkallë. Është fotografi deri më tash që kam taku, që ka besu mas shumëte në mu dhe më ka fotografu mas shumëte dhe më ka gjetë punë mas shumëte. Zakonisht fotograf nuk të gjenë punë, se edhe ata punojnë, edhe ata janë fotograf, nësoj si një modele, si një fotograf, po më ka rekomendu të shumë klienta, edhe jemi shumë shok të afer. Në fakt jem fotografu dhe me djalin e tina, që sigurisht do edhe flasim djali pak ti ma vonë. është fotograf. Djali tina po është fotograf, i ka vetëm 16 vjetë, dhe të shohim Do të fotot shohim sinema. fotot që i ka bërë edhe. Okej. Sigurisht. Kjo është foto që ka bërë djali vet, e ka emrin Sasha Mazzucco. Është vetëm 16 vjetë, kur ma ka bërë këtë foto, ka qenë vetëm 15 vjetë, është i njoftën si fotografi, up and coming photographer, më i rio në Amerikë, edhe pritet që do bëhet një ndër fotografët më të mirët. Këtë fotografi dhe ka shumë tjera që janë shfaqen në magazinën Hamptons Magazine, edhe për shkak që ka qenë shumë interesant që është shumë fotografi i ri, i kam përdor 3 herë në magazin, asë njerë së ndodha, si repriza. Po. Okej, vazhdo me foton tjetër. Këtë foto ma ka bërë Rafael Mazzucco, po nuk ka qenë... Çka qëndron diçka Ka qenë... mrapa kësaj fotografie? Këtu kam pas... Po bëja photoshoot për një dizajnere, edhe Rafael Mazzucco ka qenë fotografi që e fotografoj këtë campaign, po kjo s'ka qenë part of the photoshoot. Po, me qenë se unë i kisha gjitha ato qithat janë këpucat e mija, Rafael ju tokë që tha shumë interesant që i ki këpucat i ke gjujt gjithë ka, tha po më pëlqen gjashtë. Me po një fotografi në këtë halakall. Në halakall. Okej, foton tjetër. Okej. Kjo është një foto tjetër që nuk ka të bëjë ndoshta me punën që ti e bën për momentin. Njëtën e përditshme, jo. Po. Është shumë diferencë e madhe, sepse misi dhe modelja janë dy senet të ndryshme. Paka shumë mund ta flisni për misin edhe për modelin. Një farë krahasimi se si duket edhe po i përzin shumë njerëz misin me modelin. Në mendimin tim, misi duhet ketë personalitet, duhet jetë shumë e reprezentume, është diçka krejtë ndryshe prej modeles. Modelja nuk ka nevojë të ketë personalitet, sepse si duhet, edhe se di, unë këtë e kom ba, edhe jam shumë e kënaqur që kam fitu dhe që kam marrë pjesën mes Diaspora Models, për shkak që kam reprezentu Kosovën dhe fitova, dhe me thonë, kanë qenë 28 shtete tjera, edhe unë fitova me Kosovën, vetëm se ka qenë për Kosovë, e kam bërë këtë sen, për ndryshe nuk është diçka që ka qenë pjesë e jetës time, sepse unë jam 100% modele as pak si misi. Shumë rrallë që një mis është edhe modele suksesshme si të mos. So e kam bërë veç për qefi dhe veç për shkak të Kosovës. Vazhdojmë foton tjetër. Biltane, keni pas rastin të takoni edhe Eminemin? Po.
Paka shumë atë përshtypjen si Eminem, si që u takove me te? Kur jam taku me Eminemin, e adhuroj shumë Eminemin, edhe kam qenë shumë e frikshme. Ka ardhur ndoshta emocione ke pas kur e ke taku? Emocionume edhe nuk e disha se çfarë personi është Eminemi atë para se me taku. Kur njeri ma të thjesht nuk më po. Shumë, në fakt Tina i ke marrë prej meje. Shumë më ka pëlqyer Eminemi kur e kam taku, është shumë djali i mirë, edhe tash jemi shok. Po këtu ka qenë hera e parë që e kam taku Eminemin. E adhuroj shumë. Për që ata e kum. E keni marrë foton me te. Po. Okej, vazhdo me foton tjetër. E më pas jeni takuar edhe me Gwen Stefani. Megjithatë në këtë rast para emisionit tregove që keni kalu pushimin bashkë. Kam kalu pushimin bashkë me Gwen Stefanin. Kjo ka qenë në janar të vitit kaluam. Ishim të dyat në St. Bart's, edhe kemi nejtë të dyat me të njëjtën jatë. Gwen Stefani shumë është e mirë, shumë është e mirë. Edhe Gwen Stefanin e kam shoqe, edhe në fakt edhe për koleksionin e Gwen Stefanit Lem, I modeled. Po? So, keni bo fotografit për Lem. Vazhdoj me foton tjetër. Ndoshta kjo është arsyeja që jeni taku me Gwen Stefanin? Po, kjo është arsyeja që jam taku me gjithë këto artist të njohur në Amerikë. Kam qenë shumë lucky që më kanë zgjedh si face of Beats by Dr. Dre, që janë kufje të Dr. Dre's dhe janë shumë të njoftne, sidomos tani në çdo music video. Jeni fytyra e kampanjës të këtyre kufjeve. Po. Edhe të gjithë producentat, të gjithë muzikantat në Amerikë, të gjithë i përdorin këto. Edhe më ka zgjedh Dr. Dre si face. Fytyra reklamuese e këtyre kufjeve. Edhe këto foto sigurisht kanë qenë nëpër billboarde, nëpër katalogat ndryshëm, nëpër vazhdojmë edhe më tutje, do t'i shohim që shikuesit. Kush i blen ndoshta këto kufje mund t'jenë kjo, do me thonë kjo është kopertinë, edhe është në çdo Beats, produkt Beatsave. Do thotë kush e blen atë në paketimin e tyre? Në paketimin e tyre është kjo fotografi, është edhe billboard, është gjithkund për Amerikë është kjo fotografi, e përdoren shumë. Është shumë interesant se Dr. Dre është perfectionist. Është tamam profesionist. Profesionist shumë i madh dhe i ka qef shumë rrallë që ai diçka pëlqen. Është i përpikt ndoshta edhe në punën. I përpikt shumë me punën e tij, edhe ka shku 2 vjet, nuk e kanë zgjedh asnjë modele për me i reklamu këto kufje. Edhe kur më ka taku Si ka qenë takimi me të? Takimi ka qenë ai që tash më herët, fotografi Rafael Mazzucco ka bo një projekt me Interscope Records, që është largest record company në botë. Kompania e regjistrimit të këngëve ndoshta apo? Gjithë janë në kontratë me ta Eminemi, Lady Gaga, Black Eyed Peas, Dr. Dre. Gjithë këto, edhe i kam pa fotot e mia prej Tina, edhe Dr. Dre ka vetë kush është kjo, edhe i ka pëlqyer shumë imazhi jem, sepse e ka thonë që kurkush nuk e din se pi cilit vend është kjo vajzë, edhe ka desh që e ka desh specifik dikon që njerëz nuk munden me ditë se çfarë raca e ka ajo modele. Edhe ka desh dikon që është ma urban, nuk e di se ç'u bjen shqip. Ma arrogante ndoshta pak, diçka që edhe njerëz mendojnë që është modele, po edhe mendojnë që është nuk është modele. Vajzë e thjeshtë, po, e thjeshtë, e përditshme. Edhe jo fytyrë të njohur që kush e kqyr me njëherë me ditë kush është. Edhe këto është poster,
në Interscope Records, në studio të Interscope Records, i kanë këto posterat gjithkohë, i majnë. Posterat që ti ke pozu për ta. Edhe unë ndjej veten shumë mirë, sepse çdo këngëtar që është më njoftë në botë. Këngëtar të njoftë në botë sigurisht ke pas rast mund taku me ta edhe pasi që ata nuk e kanë ditë prej ardhe, por kur ke tregu prej nga je si ka qenë përshtypja e tyre? Përshtypja e tyre është që kur mundu me shku në Kosovë. A janë këtë vajzat që të si te. Okej, vazhdo me foton tjetër. Edhe këtu ka qenë kur kam bashkëpunu me Dr. Dre, në reklamën e parë që kam bo me Dr. Dre për... Televizive, po? Televizive, për HP Computers. Am dalë me direktorin këtu, edhe me Dr. Dre. Vazhdojmë, foton. Si ka qështë ajo përvoja që faktikisht ju bëni edhe reklama televizive, jo vetëm reklama për fotografi të ndryshme? Është kjo Beats by Dr. Dre, këto produkte që unë i reklamoj, me të vërtet kanë hapë shumë dyrë për mu, për të bërë reklama, sepse unë kam kontrat me Beats by Dr. Dre, so do me thonë këta çdo sen që e bojnë nëse është fotografi apo diçka televizive, commercials, unë kam kontratën edhe duhet me më përdor këta pa tjetër mu. Keni të drejtë bëni kontrata tjera ndërkohë që jeni me ta? Po, pa tjetër, kjo është vetëm mbasti edhe klientit, nuk do me thonë që kjo është agjensi. Nëse ki agjensi është pak ma vështirë, kurse me klientat ti mund është me bo kontratë edhe me qenë e vetëmja modele për qatë produkt. Kjo është bashkëpunimi? Po, dhe këtu është bashkëpunimi, aty është pronari i Interscope Records, Jimmy Iovine, Dr. Dre, F. Young Crooked, është aktor, comedian, edhe sportisti, basketballisti LeBron James. Këto është kur e kam bërë reklamen për LeBron James, edhe ky ka kufjet e tina që thirën Power Beats. So, na 8-4 kemi qenë njëjtën reklamë. Okej. Si ka qenë ndjenja po ndërlidhem pak këtu kur eshe reklame në televizionet amerikane, reklamat e jote duke u transmetu, si e priton atë? Apo tash është bërë njëjtë? Jo, asnjëherë nuk është njëjtë. Çdo herë kur e shoh veten, edhe me pa dhe 50 herë në ditë, prapë më duket interesant, se normal është shumë sen i mirë kur mbrin, kur një shqiptar, sidomos dikush e Kosovës, për një vendi ka zvogël? Për një vendi ka zvogël me shku që unë vetëm andër i komandru, do me thonë, bashkëpunimin me këta njerës, që unë tani bashkëpunoj, se kom di që këto kanë më realizu dhe tash andrat e mija e në realizume dhe gjithmonë më bëhet qefi, sa ma shumë e shumë vetën në American television, është shumë sen që s'muna me përshkru. Okej, edhe një foto tjetër shumë foto e bukur kjo. Faleminderit. Këtë foto ma ka bo fotografi Victoria's Secret. Ka nxjerrë sa set of fotografi. E ka emrin Russell James. Është shumë fotografi mirë. Edhe kjo foto më pëlqen shumë se diqysh simbolizon si peace. Paqe. Paqe. Më pëlqen shumë. Vazhdojmë foton tjetër. Edhe këtu është kur kam bërë reklamën për LeBron James, për basketballistin LeBron James, edhe me F. Young Crooked, është veç behind the scenes photo. Mas skenës. Foto mas skenës. Pra pas skenës, backstage është ta. Vazhdojmë foton tjetër, shpejt i komentojmë edhe disa foto të tjera. Kjo fotografi është bë në janar të këtij viti dhe kjo foto është për Chrysler Ram, është makinë dhe ka dalën në magazinën e... Chrysler është makina amerikane? Po, ka dalën në magazinën Sports Illustrated, është ad campaign, Sports Illustrated është magazina më e njoftun në Amerikë, del vetëm jo, ka bëj me sport, ato dalin
çdo muaj, ama kjo është specifike se është swimsuit edition, është vetëm me modelet më të njoftëra në botë, kurse edhe unë Keni pasur rastin që të fotografoni për këtë magazin? Magazin, po. Vazhdojmë tjetër. Është diçka ndër projektet e tua të fundit që keni bërë? Kjo është ndër projektet e mia të fundit. Ky është Që pritet të dalë së shpejti apo? Po, do dalë së shpejti, gjatë verës më duket që dal ky, se ende janë të xhiru për këto. Është si një dokumentar, janë të e bo një dokumentar. Ky është Apple the App prej grupit The Black Eyed Peas. Kurse këto vajza tjera janë edhe one, janë modele. Vajza afër topit në këtë rast, jetë ja, Ja, mone, po.